ata idiotët shqiptarë atje, çfarë thonë? PD-ja publikon SMS-n e ministrit Hoxha, ja reagimi i tij. Një debat i fortë politik është ndezur pas publikimit të një mesazhi të pretenduar të ministrit për Evropën dhe punën e jashtme Ferit Hoxha, ku dyshohet se përdoret gjuhë fyse ndaj shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut. Çështja ka sjellë reagime të ashpra nga opozita dhe një mohim të prerë nga vetë institucioni. Kreu i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gasmend Bardhi ka kërkuar dorëheqjen e menjëhershme të ministrit duke cilësuar deklaratën e pretenduar si skandaloze dhe të papranueshme për një zyrtar të lartë shtetëror. Sipas Bardhit, një gjuhë e tillë fyese ndaj shqiptarëve është e pajustifikueshme dhe bën të pamundur vijimin e detyrës nga ana e ministrit. Është e papranueshme që një ministër që përfaqëson Shqipërinë në arenën ndërkombëtare përdor një gjuhë të tillë, ai duhet largohet menjëherë nga detyra, shprehur Bardhi, duke kërkuar gjithashtu që kryeministri të distancohet dhe ta shkarkojë atë. Dënoi me forcë më të madhe pas një ekuivok deklaratën skandaloze dhe fyse të ministrit për Evropën dhe punën e jashtme Ferit Hoxha, drejtuar shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut. Është e papranueshme dhe patolerueshme që një zyrtar i lartë publik tu drejtohet shqiptarëve si idiot. Një qëndrim i tillë e përjashton menjëherë nga çdo funksion publik dhe e bën pamundur vijimin e ushtrimit të detyrës, qoftë për një minutë më shumë, aq më tepër kur bëhet fjala për ministrin përgjegjës për përfaqësimin e Shqipërisë në arenën ndërkombëtare. Kjo gjuhë e papërgjeshme dhe denigruese jo vetëm që cënon rënd dinjitetin e shqiptarëve, por dhe dinjitetin e përbashkët kombëtar.